Zoti Bushati, si ka qenë reagimi Edi Ramës për këtë protestë, deri tani në ditën e 26, ç'po bën kryeministri tani edhe ti në mënyrë sintetike? Përballë kësaj proteste është kollaj ta kritikosh Edi Ramën. Por unë mendoj që në kushtet ku gjendet është reagimi më i mirë i mundshëm. Më i mirë i mundshëm thotë. Në ç'kuptim, sepse Rama ka kuptuar që çfarëdo që të thotë ka një numër masiv shqiptarës që as nuk duan të dëgjojnë. Pra, e ke parasysh kur dikush ore ziesh me njëri tëndin të afërt, ziesh me i mik, ziesh me bashkëshorten, ku e di unë je gati për të ndarë, dhe ajo t'jep argumenta dhe ke vetëm... Ore, boll më, çfarëdo ke drejt për gjitha, po mu i qysh. Pra, si vepron, është pyetja, si vepron një njeri që i bie në fytyrë shpreha boll më se nuk du me të pa me sy. Dhe në këtë kuptim, them unë, është më i miri mundshëm. Pse më i miri mundshëm? E para se po synon të përçaj ata që i thonë boll më se nuk durojmë dot. E dyta, se përveç përçarjes atyre që i thonë boll më se nuk durojmë dot, po mundohet të krijoj një ndarje apo luftë civile midis një pjesë të shoqërisë dhe atyre që i thonë boll se nuk durojmë dot më. Pra, a mundet ta gjykojmë një njeri që është me një këmbë në varr? Çdo njeri që është me një këmbë në varr do bënte ç'është e mundur për ta nxjerrë këmbën tjetër nga varri. Në këtë situatë është Edi Rama, prandaj është si ai pandeuri që nuk i kërkohet më të thotë të vërtetën. Boll i kërkohet të shpëtoj lëkurën dhe Rama është në mision të shpëtimit lëkurës, prandaj justifikohet çdo gjë në këtë situatë. Këto janë shashka kote, merret me përmbajtjen mo. Dëgjoj. Jo, ajo ka do të thotë mendim. Këta janë më të ri, ne jemi të vjetër. Unë mbaj mend kur u bë lëvizja dhjetorit në 90-ën, se unë e kam jetuar dhe këtej nga ana e bllokut, si thuash, ata po ndodhte një përmbysje madhe dhe në komitet qendror gjithë njerëzit më të mykur të vendit e diçka thoshin, ka dal djali filanit, ai të persekutuarit, djali i atij spiunit, djali i atij këpucar. Do me thënë, këtu uragani është shumë i madh se çdo individ dhe çdo përpjekje për të harruar uraganin dhe për të marrë me individin është që t'i shërbesh atyre që uragani po merr përpara. Prandaj, jo çdo shashk që edhe Edi Rama, po ishte edhe filani, ky spiuni grekut, ky spiuni iranianit. Jo, ky përdor gjërësisht, unë e mora këtë. Pra, nuk ka lidhje. Duhet me pas parasysh diçka se si ka rrjedh gjarë. Domethënë, narta ka qenë pika kyçe cila është derdhur kupa. Domethënë, nuk bëhet fjalë që ne po i dalim kundër qeverisjes tonë veç me një projekt, po i dalim kundër qeverisjes tonë me shumë gjëra. Dhe kjo është shumë rëndësishme me u thekso. Por, domethënë, që nga nisur që nga ligji i zonat të mbrojtura, ndryshimi i ligjit të zonat të mbrojtura, cilin ka ndikuar shumë në vendin tonë, si në Rrjoll, si në Nardë dhe shumë në vende tjera. Pra, arsyeja pse ne i kemi thënë edhe Rama Burg, Berisha Burg, ne po flasim për një kryeministër të cila ka shkelur ligjin e vet, ka bërë korrupsion, ka mashtruar. Për ndërkohë po flasim edhe një opozitë e cila mbat akoma ben nga Sali Berisha. Pra, po flasim për dy komponentë që janë për shumë vitësh në vendin tonë, që qeverisin tonë dhe bëjnë të njëjtin gjëra. Ne duam një ndryshim më të ri me këtë sjellje. Prandaj edhe e themi Rama Burg, Berisha Burg, sepse duam ndryshimin e këtyre komponenteve që janë kryesor që janë duke mbajtur peng si partitë kryesore në vend. Ka një gjë që unë nuk e kuptoj aty, te ju, që t'jo them tani me që ju gjej dhe ju dhe Berlindi. Berlindi është relativisht i ri ose më shumë se i ri. Qofte dhe Sara Mila që është aty, Mila. Tani ju jeni që të ikin të gjithë ky e quani establishment dhe këtë ju, edhe Berlindin dhe të gjithë, të ikin të gjithë ta, dhe ku do vinë. Të them? Dhe pastaj të shpjegoni si do ikin këta, se me revolucion... Ka i gjo që pra ne u futëm pak në koncepte, do më lesh vetëm ta mbaroj. Ditën e parë ne thirrëm një protestë te drejtoria e policisë. Ajo është një protestë normale siç kemi thirrë gjithë të kohë. Prisnim 100-150 vetë në rastin më të mirë 200. Po e dim këtë, e keni shpjeguar shumë herë.
ajo kaloi në revolt. E revolta u kthy në lëvizje shoqërore. Lëvizja shoqërore Shumë e madhe. merr para të gjithë ata që janë vjetruar. Edhe këtë vend është vjetruar dhe Partia Demokratike. Si zbulohet vjetrimi, si zbulohet në këtë? Sepse ata nuk e kanë ndjek dot artikulimin e Po, protestës. a do vjet në vota, apo si do bëhet? Se si ndiqet. Si e ndjeni ju, si e kuptoni se... Patjetër, për mua Belind Këlliçi ka rol. Kam bërë shumë emisione... Belind Këlliçi duhet t'i japi fund tranzicionit brenda partisë vet. Pra dhe Belind Këlliçi ka rol në të vend. Edhe Sara Mile, për cilën e dyshoj çik më shumë, ka rol. Mila, ndjes, kërkoj falje. Jo, mos më kërkoj falje fare, po që është dhe është doktori që ka inspiru se gjithë. Sara, do njërë gati edhe unë që të njo, mund të angatroj se më shumë, për shembull, normalja do ishte Sara Mile. Tani Sara Mile, dakor. Nuk ka shumë zanore janë të dyja. Për këtë arsye, nuk prish punë. Kur ka lëvizje të mëdha shoqërore si puna e kësaj, partit Rozhan, aktivistës tuaj nuk kemi kohë sepse kemi 2 aktivistë të rëndësishëm këtu, herën tjetër të enën do ta marrim patjetër. Se do të futë aktivistët tjetër. Lëvizje sociale të rëndësishme. Kërkoj dhe ndjes. Po. Në këtë lëvizje sociale të rëndësishme, ku pas shumë kohësh artikulohen gjëra që nuk janë artikuluar për 36 vite në këtë vend. Edison ti thua gjëra shumë mira, po jam shumë teorike. Tani të lutem. Unë po të bëj pyetje shumë thjeshta. Ta largohet të kryej tranzicionin, ju jepni urdhër tani kështu. Jo, përkundër. Belind Këlliçi të kryej tranzicionin. Ore, teorik të duk ty, ha? Urdhër? Teorik të duk, ha? Ja pse. Po, ke dëgjuar në një nga ta deputetët që janë parlament flasin? Po jo, mos ata janë establishment. Ata duan të vazhdojnë. E pra... Po si iqen këta? Jo. Bo dhe kjo ta jep... Po si iqen këta? O bushat. Se ti e me këta me revolucionin. Unë të kuptoj. Ti do revolucion. Kjo është lëvizje shoqërore. Dhe ti marrë. Atëre ti vrasim këta. Ke pas protestë më paqësorë. Një gagaç që është i paft thot mendimin e vet. Me një njeri që ditë artikulohet, unë dita bëj. Po si bëhet kjo më burrë, se po thua gjëra ideale. Si bëhet? Kjo është konkrete. Si është konkrete, si bëhet, si do ta realizohet kjo? Ju tani merrni klasën politike dhe e zhdukni. Si e zhdukni? A me votë, a pa votë? Së pari... Dua një rrugë, duhet ta di cila është rruga. 2 partitë që janë kryesore në vend janë shumë të rëndësishme. Sa që është e rëndësishme opozita është dhe opozita. Po ne kemi opozita është marrë peng për mendimin ton nga një person që qëndron për shumë vite aty. Po se heqin këta, mo ti i thua këti Isa Liberi nuk heqin të thua. Kjo është, te po them që është arsye. Po nuk heqin, mo dhe unë i kam thënë. Edhe unë mendoj kështu. Po pra po. Është kohë e Belindit dhe tjerve. Jo, s'do as Belindi. Belindit po ti thuash, po ti thuash Belindit, ti që po thoni ju. Belindi nuk e heq do të në një situatë normale. Ka i presion aty jashtë.